Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka arritur të formojë grupin e saj parlamentar në Kuvendin e Kosovës pas bashkimit të deputetes bosnjake Duda Balje me këtë subjekt politik në kuadër të punës parlamentare. Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i AK-s Kushtrim Xhemajli, i cili tha se me këtë zhvillim aleanca do të funksionojë tashmë si një grup i veçantë në Kuvend, duke rritur peshën e saj politike dhe institucionale në proceset ligjvënëse. Sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, për të formuar një grup parlamentar të mëvetshëm, nevojiten të paktën 6 deputet. Deri më tani, AK-ja kishte vetëm 5, përkatësisht Ramush Haradinajn, Pal Lekajn, Time Kadriajn, Shemsedin Dreshajn dhe Daut Haradinajn, çka e bënte të pamundur krijimin e grupit pa mbështetjen e një deputeti jashtë subjektit. Kjo mbështetje erdhi nga Duda Balje, deputete e komunitetit bosnjak dhe kryetare e Partisë Social-Demokrate të Unitetit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, Duda Balje kishte fituar një mandat të vetëm me rreth 0.32% të votave, duke ruajtur përfaqësimin e komunitetit të saj në Kuvend. Me bashkimin e saj me grupin e AK-s, ky subjekt ka plotësuar kushtin e nevojshëm dhe ka regjistruar zyrtarisht grupin parlamentar. Kjo nuk kupton se AK-ja tani do të ketë të drejtën për pjesëmarrje të drejtë për drejtë në konferencën e kryetarëve, përfaqësim në komisionet parlamentare, kohë të caktuar për diskutime në seanca plenare, si dhe më shumë hapësirë për avancimin e qëndrimeve politike në Kuvendin e Kosovës. Ky zhvillim pritet të forcojë pozitën e partisë së Ramush Haradinajt në skenën parlamentare, veçanërisht në raport me opozitën dhe debatet që pritet të zhvillohen në muajt e ardhshëm. Analistët politik vlerësojnë se përfshirja e Duda Baljes mund të sjellë një dimension të ri bashkëpunimi ndërmjet përfaqësuesve të komuniteteve dhe partive kryesore të Kosovës. Duda Balje njihet për qëndrimet e saj të pavarura dhe për angazhimin në çështjet që lidhen me të drejtat e komuniteteve jo shumicë. Bashkëpunimi me AK-n shihet si një hap strategjik që mund t'i sigurojë asaj më shumë ndikim në proceset vendimarrëse të Kuvendit të Kosovës.